Luizeli, nga fenomeni social te perandoria e aseteve. Një analizë detajuar e pasurisë, flotës së makinave dhe pronave të paluajtshme. Historia e Luizelit është ndoshta rasti më unik në industrinë e argëtimit shqiptar të dekadës së fundit. Ajo nuk është thjesht historia e fituesit të Big Brother VIP 2, është një studim rasti mbi marketingun personal, rikthimin nga vështirësitë dhe aftësinë për të konvertuar famën digjitale në asete të prekshme dhe të qëndrueshme. Nga një artist që po kalonte një periudhë të vështirë, siç e ka pohuar vetë para hyrjes në shtëpi, sot Luizi është një brand që lëviz qindra mijë euro. Më poshtë analizojmë se si u krijua kjo pasuri dhe, më e rëndësishmja, ku kanë shkuar këto para. Burimet e pasurisë, makina e paras. Për të kuptuar asetet që ai zotëron sot, duhet të shohim lumin e të ardhurave që vërshoi menjëherë pas majit 2023. Maratona e koncerteve dhe çmimi i madh. Fitoria e 100.000 eurove të BBVA shërbeu vetëm si kapital fillestar. Pasuria e vërtet erdhi nga gjenda e ngjeshur, me tarifa që raportoheshin nga 5.000 deri në 10.000 euro dhe shpesh më shumë në diaspor, Luizi zhvilloi qindra koncerte brenda një viti. Vetëm nga ky zë, të ardhurat bruto llogariten të kenë kaluar gjysmë milion euro. Mbretëria digjitale dhe imazhi Instagrami i tij u kthye në një hapësirë reklamuese premium. Kontratat me gigantë si Golden Eagle apo kompani ndërtimi nuk ishin thjesht marrëveshje, por partneritete strategjike me vlerë 6 shifrore. Për më tepër, klikimet në YouTube, që numërojnë 10 miliona, sigurojnë një rrogë mujore pasive të majme. Inventari aseteve të lëvizshme, flota e makinave. Ndryshe nga legjendat urbane për garazhe me mjete miliona eurosh, realiteti i makinave të Luizit tregon një qasje të zgjuar. Makina prestigjioze, por funksionale, pa shpenzime të panevojshme në supermjete që humbasin vlerë shpejt. Bazuar në të dhënat e konfirmuara, flota e tij përbëhet nga 1. Mercedes-Benz GLE, SUV. Vlera e tregut përafërsisht $40.000, rreth 37.000 euro. Analiza. Kjo është makina kryesore e tij për lëvizje dhe status. GLE është një SUV luksoz, ideal për udhëtimet e gjata drejt Kosovës apo koncerteve në rrethe, duke ofruar komoditet maksimal dhe siguri. Investimi në një model të përdorur rreth kësaj vlere tregon menaxhim të mirë parash, pasi shmang zhvlerësimin e madh të blerjes 0 kilometra, por ruan gjithë statusin e një ylli. 2. Volkswagen Tiguan, viti 2020. Vlera e tregut, përafërsisht $20.000, rreth 18.500 euro. Analiza. Një zgjedhje racionale dhe praktike. Tiguan njihet si një makinë e qëndrueshme, perfekte për trafikun e Tiranës dhe përdorim familjar të përditshëm. Ky mjet balancon flotën e tij, duke treguar se pas shkëlqimit të skenës, jeta reale menaxhohet me pragmatizëm. 3. Pasuritë e paluajtshme. Investimi strategjik. Këtu ka shkuar pjesa më e madhe e fitimeve të Luizit. Strategjia e tij dhe partneres Chiara Tito ka qenë e qartë, tulla dhe llaç. 1. Apartamenti penthouse në Tiranë, i konfirmuar. Me njëherë pas daljes nga shtëpia, çifti u zhvendos në një apartament modern në një nga zonat e reja elitare të Tiranës, afër liçenit thatë Unazës. Detajet. Apartament me sipërfaqe të madhe, i arreduar me detaje luksi. Vlera e aluduar. Duke parë çmimet e tregut imobiliar në Tiranë, një pronë e tillë e kompletuar vlerësohet minimalisht 220.000 deri në 250.000 euro. 2. Prona në Bregdetin e Jugut, e hamencuar për folur, zërat më të fortë në rrethet e medias dhe biznesit flasin për një investim në jug të Shqipërisë, zona Palas Green Coast. Detajet. Përflitet për një apartament dubleks ose vilë të vogël, shpesh e lidhur me marrëveshje shkëmbimi barter me kompanitë e ndërtimit ku ai ka qenë imazh plus pagesa cash. Vlera potenciale. Nëse konfirmohet, ky është aseti më i vlefshëm i tij, me një çmim tregu që nis nga 300.000 euro. 3. Asete në Shkodër Velipoj, të hamencuara.
Si Shkodran, publiku gjerësisht beson se Luizi ka investuar në rënjet e tij. Detajet: aludohet për blerjen e 1-2 apartamenteve në zonën e plazhit në Velipoj. Kjo shërben si shtëpi pushimi për familjen e madhe, por edhe si investim për qira sezonale. Vlera potenciale: rreth 60.000 deri në 80.000 euro. 4. Pasuria lifestyle, orë dhe garderob. Një pjesë e fshehur e pasurisë gjendet në kyçin e dorës dhe në dollap. Koleksioni i orëve. Luizi është parë shpesh me orë Rolex, modele si Submariner. Këto nuk janë thjesht aksesor, por para kesh në dorë, pasi vlera e tyre shpesh rritet. Fakti që ai zotëron makina si GL dhe Tiguan dhe jo Ferrarit padobishëm, tregon pjekuri financiare. Ai ka zgjedhur komoditetin dhe sigurinë, ndërsa goditjen e madhe financiare e ka bërë duke siguruar pronat e paluajtshme, të cilat do t'i garantojnë të ardhura edhe nëse nesër vendos të largohet nga muzika.